Po mu shqiptarët që kishin parë, ku dëgjoj, me një biçikletë që se meritoi të vjedhur, do ishin mërzit shumë. Po për këtë, e thonë, i marrë shkeqin giganti, po vdeshëm e gjithë gigantin. Se unë i marrë të keqin një që është me mirë se unë. Po për qa është gigante? Për qa të bëjë Shqipëri madhësore? E i vetëm i gjëka për madhësore. Sakatimin e Shqipërisë, vjedhjen dhe sundimin. Pra, kthimin e vendit në një, po ta qymë, në ishull piratës. Lebetitën e shqiptarëve, vrasin e shpresës. Ai është madhëstor për liksira. Do bëj Shqipëri madhësore, vjedhë dhe atë të Trumpit. Po, mirë, ky është idiot edhe është në hall të madh, ose ka humbur sensin e realitetit. Po ne që ligjojmë këtë çfarë jemi ne, po ata që shkojnë brapa. Ata i dhe Kerama. Ore, nuk mund të ketë ky merit të keqja tjetrit. Ne flasim, a është ky kështu i tillë dhe Rama i tillë? Po. Pse i shkon mbrapa? Pse bojkoton fare? Por kanë lidhur një pjesë jo të vogël të njerëzve me interesat dhe prezentele, s'dun t'ja dim. Se Trejt Sabinit isha hapur mendja këtyre. Jo, këta nuk du t'ja dim. Atëherë duhet të flasim si që flasim troç. Inshallah ju dhem koka më tepër, po inshallah them kjo batërdisje që ka ky pëmorit Zoti e bën që të kthehet Haj Berishën pare. Taj, e ka për t'i bo mirë po taj. Avokat dhe i pyetje fundit, si mendoni cili do të jetë fati i Berishës? Mos paroj të hajde Ramën pësej. Ose u ngop me atë. Me gjërë më i gjatë. Si mendoni cili do të jetë fati i Berishës dhe Ramës nga këto zgjedhje dhe i shqiptarëve në fakt, nisur nga ajo që mund prodhoj 11 maj? Unë shoh që janë të friksuar edhe për herë parë njerëzit, biseda më e madhe me njerëzit është për këtë votoj. Kjo është, tu fillon çarja. Le të kërcejnë të bëjnë këto sikur janë të sigurt, të dy palët. Të dy palët e dinë që po fillojnë aktor të rinj. Ajo çarja e parë vjen me plasaritje, me çarje të vogël, po pastaj shpërthen. Ndihmuar dhe nga një efikasiteti i sistemit zgjedhor, këtë rast po flasim për Spakun dhe Gjerkohën. Pra mendoj që sundimi tyre po vjen fundit, to zgjedhje nuk do prodhojnë zgjidhje, do të kemi zgjedhje të tjera shumë shpejt. Dhe shqiptarëve, gjithë qytetarët e vetëdijshëm duhet t'i ofrojnë një alternativë. Së pari alternativë mundësisht popullore, të drejtë, ku filloj me hallet atyre njerëzve, të cilët nuk kanë minimum jetik, dhe këta persona nuk e vendosin. Jetoj shqiptarët as me 200 dhe as me 500 euro në muaj pension nuk jetojnë dot. I kemi kthyer prindit tanë në lypsat tanë, të brezit tim e aty që janë më të rinj. Shumë shpejt do vi dhe mua dita të dal pension, po pa dignitet nuk dal pension. Unë kam darë mendje, varet çfarë zgjedhje do bëjnë njerëzit. Këta halli tyre u zgjidh ka me 6 milion. Po ku janë të paratë e shqiptarëve? Dhe siguroj që ai që mungon që shqiptarët e ndershëm, po dhe të pavetëdijshëm, për gjendjen e tyre, është me tek pritës e këta, të banda politike. Pse nuk flasin këta për të dy palët? E pyetën Mul Nokën, i thanë, a është Zamiri, Bashkimi, Shepqeti, oligark? Jo, tha, s'është oligark. S'janë oligark. Atëherë pse ndroni kot PS-n? Çfarë do bëni? Si do bëhet rishpërndarja e pasurive? Pse s'flasin këta? Takse shesh, mërzise sot. Në çdo manual politik, lexosh, kur ka vajtur paraja të duart e oligarkëve. Unë po t'jem taks progresive të sakt, por rreth parë edhe me drejtësinë. Ai që fiton më shumë të paguajmë shumë. Jo të gjithë njësoj. Partitë e djata
mund të jenë përfaqësues të industrialistëve, komercialistëve të tjerë. Po të flasësh të hysh në fushat me kartën e minimumit jetik dhe pensioneve, e të flasësh për taksë shesh, hy maskarallim. Dhe njerëzit nuk e kuptojnë. Se ne s'kemi kulturë politike, ti thonim njerëzve që shiko, që në shkolla, këto janë rrymat politike, këto janë programet, kjo është pjesa e majtë, kjo është pjesa e djathtë, kështu veprohet, jo, ne nuk i kemi këto. As edukim fetar s'kemi, edhe kemi një popull të pavetëdijshëm për ç'a voton. Nuk mund të ketë një familje me 4 veta Shqipëri të ardhur më pak se 22-3.000 euro në vit. Këtu do të jetë kufiri, i gjen ku duan. Edhe pse nuk i kishim dhe tani kush e ka fajin, kush e ka kusuret, kush e ka përgjegjësinë. Edhe ti po më thua mua, unë do të jap ty atë që s'ta dhash. Të dy palët. Për të arsye mendoj që duhet jemi më të vetëdijshëm. Është idiot ai shqiptar që realisht mendon që Shqipëria do bëjë harë me këta. Ne duhet shohim e para një nuk janë as të artikuluar për ta bërë idiot pambarimisht. As të lexuar dhe në të piksa iqen. Se mbajnë qyryk rreth vetes që nuk flasin, e nuk hapin gojën, e zgërdhien. Jo gjithë populli qyryk. Unë kur shoh shprehjet e tyre nuk kuptoj ku ka ndaluar edukimi i tyre. Këta kanë lexuar diçka me pikatore, këta kanë informacion. Si bën ndërsilliku brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, në Ballkan këtu. Po të lexuar, kultivuar për të thënë që këta janë njerëz që njohin mirë rrymat politike, njohin mirë mendimin politik, të tre bashkë, çfarë janë? Po merr ta 2 dhe 3 bashkë. Nuk ka lexuar as 50 faqe nga Kanti. As 30 faqe nga Hegeli. E dhe kisha dëgjuar, të tre bashkë. 4 sa bëjnë. E këta të rinj pasaj që nuk din as historinë e 200 vite të fundit të Shqipërisë. Që pa e ditur se çfarë kemi kaluar këto 200 vite shpërbërje, për ta ditur mirë ku do të çojë Shqipërinë. Kështu që mendoj të shohim jashtë këtij sistemi antivlerash që është pushteti, edhe opozita bashkë. Kjo do të jetë nesërmja një alternativë morale, ekonomike dhe patriotike, ku në qendër të jetë familja dhe mbi gjitha të jetë ekzistenca e njeriu dhe pastaj pasurimi i tij. Njerëzit kanë vetë ekzistojnë. Dhe t'ja u zgjidhë shtetit gjitha. Edhe ata që kanë bërë masakër me reforma shëndetësi, dhe nuk kemi shëndetësi, e gjitha do t'i paguajnë gjithë më radhë. Do të kemi një mbushje të buxhetit shtetit me mallin haram që kanë marrë këta. Dhe për të arsye të mos u mërzisi se nuk e hanë njëri tjetrin këta, ta vdesin për njëri tjetrin, kur dalin në një forcë e re me këto mendësi që them unë, dhe që atë që thot e beson dhe e bën, atë e do shohësh ti si do acarohen këta, po do shohësh se sa trima do dalin pastaj. Tani për tani duke qenë që ajduti shon ajduti, gjithmonë janë trima me njëri tjetrin. Po t'ia thot njeriu ndershëm, e shef pastaj. A e thot apo s'e thot, dhe a e bën apo s'e bën atë që thot. Zoti Kara, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderoj ju. Kalofshi mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.